Gati të dashur miq, jena në Ferizaj, nuk jena as në Londër, as në Paris, as në Danimark, as në Norvegji, po jena në Ferizajin me shumë ngjyra, me shumë nënkalime, me shumë gjëra interesante. Sot Ferizaji pothuajse po lullëzon projektinve, nënkalimeve nëntoksore përmi treni po banojnon këto s'po nihet sen. Kështu që veç një sen që po më pungon të Ferizaji, po më duket që ka shumë njerëz që lypin na për rrugë e kjo po jetë pak ma shqetësuese se prej kajit kanë ardhur, se këto nuk janë Ferizajli. Që kjo është pak shqetësuese, për ndryshe kena me shku çdo qytet, çdo lagje, çdo komunë, çdo qytet kena me fol për çdo gjë mrena një vendi. Do të flasim për të mirat edhe të këqijat që ati vendi. Që të rrugë, veç në Gjermani më nësh me pa, edhe tash në Ferizaj. Por ndryshe, tjetër konë s'më nësh me pa. A ka ma mirë, se çdo ditë e ma shumë, Ferizaj po ndërtohet, po pastrohet, ku asë një klab nuk po mund është me gjetë. Çdo rrugë strek, vallah, çdo rrugë ka ato mangësitë e veta, përparësitë e veta, po mbi të gjitha është që Ferizaj po ndërtohet. Ndërtesa, ma mirë se New York më kanë. Kështu që, dashrit e mi, unë e sot, me Ferizajin, me shumë pamje të mira, po shkojna në Ferizaj, e javën tjetër, do të vina me storjen në qytetin tënd, se me ka do të flasim, dhe çfarë do të shohemi, dhe çfarë do të intervistojmë. Mrena një qyteti, rrini me neve dhe mos na ndroni, sepse vërtet do ju bëjna gjana shumë të mira. Rrini me neve.